Segmenti ura e Qerenecit Zogosht që lidh Bulqizën me Librazhdin, rreth 47 kilometra e gjatë ka përfunduar. Kjo ndërhyrje pritet të sjellë një ndikim direkt pozitiv në zhvillimin ekonomik, bujqësor e turistik, duke përmirësuar mundësinë e hyrje daljeve për komunitetin, fermerët dhe ndërmarrjet e tjera ekonomike për turistë drejt destinacioneve në Shqipërinë lindore, duke përfshirë zona të reja turistike si parku Shebenik, Jablanic në Librazh dhe zona kulturore, natyrore e historike në qarkun e Dibrës. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamjet e këtij segmenti tashmë të përfunduar. Rama tha se segmenti i përfunduar, Zgosht ura e Qerenecit, një tjetër investim i rëndësishëm në infrastrukturën rrugore që lidh zonat malore të Librazhit me Dibrën, duke lehtësuar ndjeshëm jetën e banorëve dhe duke i dhënë frym zhvillimit lokal. Me planin për hapjen e një pike kufitare të re në urën e Bushtricës, për ndërtimin e së cilës po punojnë si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, pjesë e korridorit 8 do të jetë mundur që banorët e të gjithë zonave që kalojnë në segmentin Zogosht ura të Qerenecit të lëvizin më shpejt.